Futbollisti i kombëtares shqiptare Armando Broja po shijon pushimet verore dhe së fundmi ka ndarë me ndjekësit e tij në Instagram disa foto të ëmbla me partneren. Në imazhet e publikuara, çifti shfaqet i buzëqeshur dhe i relaksuar buzdetit, ndërsa duken se po kalojnë momente të qeta larg zhurmës së jetës së përditshme dhe fushës së futbollit. Partnerja, e cila quhet Cindy, zbulohet se ka origjinë shqiptare, nga përmeti dhe jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej vitesh. Broja e zbuloi lidhjen e tij që në shkurt të këtij viti, ku postoi një story për krah partneres në një dhomë të mbushur me trëndafila dhe tullumbace të kuqe. Ndryshe nga herët e mëparshme, këtë herë futbollisti është treguar më i hapur me publikun, duke ndarë pamje të qarta nga koha që kalon me të dashurën e tij, ndonse nuk ka bërë ndonjë deklaratë romantike në mbishkrimin e fotove. Megjithatë, siç thotë në një fjalë urtë, një emoj flet më shumë se 1000 fjalë. Para se të konfirmonte lidhjen me Cindyn, Broja u përfol për një romancë me një influencere angleze, një lidhje që megjithse nuk u bë asnjëherë zyrtare nga vetë futbollisti, tërhoqi vëmendjen e mediave britanike dhe shqiptare për disa muaj. Ata u shfaqën bashkë në disa dalje publike dhe ndjekësit vunë re ndër veprime të shumta mes tyre në rrjetet sociale. Megjithatë, lidhja përfundoi pa shumë bujë dhe Broja vendosi ta mbajë jetën private larg syrit të publikut, derisa publikoi foton me Cindy në fillim të këtij viti. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.